Përshëndetje dashur miq, jam Skanderi. Mirë se vini në Parkun Olimpik të Pekinit, ku trashëgimia Olimpiadës së vitit 2008 jo vetëm është ruajtur, por edhe ka rilindur, duke u bërë një model I gjerë I Kinës drejt objektivit asnjësimit të karbonit pranit 15 vjeçar. Kjo është pista e para e akullit në shkallë të gjerë në botë që përdor ftohjen transkritike me dioksid të karboni, një përballim që zvogëlon lëshimet e karbonit prej afro 100% në krahasim me sistemet tradicionale. Një ndërtes dy funksione në verës si pishinë, në dimër si arenë akulli. Kjo teknologji e transformimit nga uji në akull, kurse mbi 90% e energjisë që do të nevojitej për të ndërtuar një objekt të ri. Përdej stadiumeve simbol, shndrihet një mbyllur urban prej 6.8 km², një pastrues natyror ajri dhe një thithës karboni për Pekini. Trotuari I bashkueshëm nga uji në park mund ta thithë ujin nga shiut si një sfungjer dhe dritat me energji diellore të rrugës mund të vetë furnizohen me energji. Kjo është platforma vëzhgimit e kullës olimpike. Pasi ngjitemi në këtë kullë të lartë, mund të shohim të gjithë Parkun Olimpik. Nga kjo kull e njohur si pema e jetës, mund të shohim pamjen plot, një park që merr frymë, ndërtesat që përshtaten dhe një qytet që mëson të rritet në mënyrë të qëndrueshme. Ndriçimi inteligjent, për të rritje energjie, restaurim ekologjik, këto fjalë kyçe në pranin e 15 vjeçar janë shpërfaqur këtu. Nga viti 2008 deri më sot, Parku Olimpik ka evoluar nga një simbol I përshtatshmërisë sportive në laborator të gjarë të qëndrueshmërisë. Ky është Pekini, kjo është ardhmja e gjerë e Kinës.